Mu betu, a ti je musliman, Fatmir, apo? Po, jam musliman, 100%. Po, a betohesh në Kur'an sonte që kemi folë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën? Betohem. Se i kem të pyetje këtë gjatrona. S'ka problem heq. Që qonë avionet e ti? Që të pësjesëm dorën, ti folë që ka duesh unë? Mund është me thonë para publikut që betohesh që kemi thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën? Betohem para publikut dhe para kombit shqiptar që do të flasem vetëm të vërtetën dhe të vërtetën. Edhe para 3 shkronjave të artat kombit ton, ushtërisë lirimtare të Kosovës. Bravo, dra teknike. Po krymë më shumë. Qa adete s'pët shtime, thonë? Që do thuje, si ta dish? I di do dovë... Për shembull cilën e di, hajta na dolmi. I dim do dovë... Cilën? Ato janë të mijat, kështu që... A mund me thonë një? Kur i lutë na Perenis... Qysh i lutë është një me hajtë pas i e musliman? Tha, kemë thonë vërtetën, tash. Pilom në emision kur e kemë për atë pushtu. Sot e pas këmë bërë për pak ndryshe. Okej. Për ndryshe, di dovë shumë. Okej. Fatmir Sheulli tha, ko me thonë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Në thuaj, pasi ndodhe sulmi terrorist në Bonjë, në manastir të Bonjës, jo Banjska, se Banjska s'pi thëshin sërbisht, ajo Bonja, është e ju një burë. Po. A ke pas telefonat nga Radëqiq? Kisha pas dëshirë që të ketë telefonatë dhe mja thonë atina një 2 fjallë, kështu që si shqiptarë kisha pas që mja thonë. Qka, për shumë? Që me thonë kjo nuk do të falet korë. As nga ti? Ja, as nga unë, as nga askush. Por me që a i ka ik, edhe në ashtë ta dikush e lëshoj me ik. Qka është problemi një me, Fatmir? është hera 3 që po shpëton. A është e vërtet? është pak e çuditshme çfarë është ajo dorë misterioze që këtë njeri e shpëton disa herë. Hera parë, po, ka qenë kur ka shku organet e sigurisë në shtëpitë të tij në vitin 2018 pas vrasjes së Oliver Ivanovicit, kanë shkuar me arrestu se kanë gjetur shtëpi. Hera e dytë ka pas një rast në Kufi, ku dikush e lajmëron dhe ik me vetur kthehet mrapa, dhe hera e tretë kjo e këtij akti terrorist. Për mua është pak e çuditshme ky muhabet, por sidoqoftë pjalom organeve si e njofti me ta, Fatmir? Të sigurisë. Në vitin 2014, mes që unë e marrë gjithmonë me qito marrëdhënjet ndërretnike. Po, e ke institutin burë, je drejtar për marrëdhënjet ndërretnike në institutin ta. Ju kena ndihmua serbëve që ta pranojnë realitetin e shtetit Kosovës, edhe kena domon në aspektin më afirmativ për ta. Unë 2014 më dëgjova për emën dhe mbi emën ti, por unë nuk kisha dëgju më herët, edhe për që i kom njoftë shumë këta. Po. Dhe një gazetar sërbi i Veriut, thasha, e ki numrin e ti telefonit? Tha, po e kom, ma dha numrin, unë e thira në telefon dhe ju prezentova kush jam. Tha, eja në një restoran number 1, është të thirët e i. Po në Mitrovicën Veriore. Po, dhe kam shku atje, për herë pare kam po aty. Ajo që më ka çudit, e ka fol shqipen asë rrjedhë shumë, që shpiflasëm unë dhe ti. Në shtalë ma mirë. Ma mirë smuret në folë, se na jem shqiptar, po e ka folë në mënyrë absolute. Po ja, ta kur ta shohin zurin folin edhe ma mirë. Dhe unë më ka interesu ka është kjo fuqika që madhe e tina që konte vetë që pej sërbë qështë të taj nuk guxojnë apë i tina, aj vetët, aj kënej, po nuk ka qenë në parti politika, nuk ka qenë atër në nënkërtari kësaj listës sërbë. Listës sërbë, po. Dhe unë në këtë koncept me te e kom pasë takimin e parë. Me te im taku edhe disa herë të tjera, me te ma vonë. Do ma onë, kështu ka qenë takimi i parë, atë që e pyet ti. Kena pika një kafe dhe aty ka përfundua. Po tjetra, për shembull, është akuzuar për vetura që i vjedhshin iku edhe i çeshin në Mitrovica Veriore. Ka qenë burg në vitin 2003 ose 2004, nëse nuk gaboj. Po. Mundet policia e Kosovës sigurisht i ka këto dhoma, që në atë periudhën, a 2005... Po fshin kjerë në për Kosovë. Edhe mu ma kanë para Tifanit në Prishtinë, të stadiumi Prishtinës, ma pa të më vjedhë një gollë. E kjo është akuzuar për qatë vepër, a? Ja, nuk e di. Po, e di që thëshin po i qojnë veri, po i prejnë kerët, po i bën këto, dhe kjo o kanë arrestu për qëtë qështje, po nuk ka najtë shumë për këto. Unë e di që... Në shtaj kanë gjitë kerët. Po shumë, nuk e di. Ka e gjitë e te? Jo, se kom gjetë veturën. Mos i ke komuniku, pëse se ke vetë burë, mos ma ke vjellë ti. Ja, kena pas punë tjera, dhe gja. Për do çështje, unë nuk betova që do të them të vërtetën dhe vetëm të vërtetën, por janë disa çështje që shteti kur t'i jap disa detyra, ti s'mon me fol publikisht me don me thon. Ti shkoni kryen ato detyra dhe për atë pjesë nuk më me fol. Po unë kam drejt më të vet, se thua që me fol vërtetën. Unë
kom marrë obligime prej shtetit edhe